Mirëdita të gjithëve. Dita e sotme është një ditë në të cilën nis të bëhet realitet një prej projekteve më të mëdhenj dhe më transformues në historinë e kryeqytetit. Duke e zoomuar në hartë, shohim edhe një si ariq ndërkohë për njësitë administrative 6, kombinat 14, Kashar e Vaqar, si përfituese direkte kryesore për shkak distancës, të cilat ndodhen përreth Teda Tirana. Projekti Teda Tirana është një fryt i bashkëpunimit të ngushtë midis qeverisë shqiptare, Mekit dhe Bashkisë së Tiranës, fal të cilit një kfin gjigande deri dje një hapësirë djerë në paradhomën e metropolit, po transformohet në një zonë që nxit zhvillimin ekonomik, teknologjik si dhe punësimin e mirëqenie në shkallë të gjerë. Teda Tirana nuk është i pari projekt ambicioz për një zonë të lirë ekonomike, transformuese si ide, si tentativë, si retorik. Për të dhënë një shembull, në vetëm një vit deri në zgjedhjet e 2009-s, qeveria e mëparshme inauguroi jo një, as dy, por 9 zona të lira ekonomike apo parqe industriale. E bëri këtë me llafe. I pari ishte parku industrial Koplik, një hapësirë në letrës a dy fishe i Teda Tirana, ku nuk u ndërtua kurrë asgjë. Më pas, sipas radhës, zona ekonomike Shëngjin, parku industrial Elbasan, parku industrial Rashbull, zona e lirë ekonomike Vlorë, parku industrial Shkodër, parku industrial Laknas, në Tiranë parku i Lezhës e tjerë, në letër, ndërsa në realitet rezultati ishte një zero e madhe të punësuarish, zero të ardhura, zero zhvillim, zero infrastrukturë, zero investime në ato 9 zona. Falimenti ati modelit bazuar mbi qoka elektorale dhe shfrytëzimit pa kriterë të territorit dhe resurseve ishte pjellë një amatorizmi patetik dhe optimizmi delirant. Në Shqipërinë pa këllqe, ku ignoranca gëllonte aneman qeverisjes militanteske. Të modernizosh vendin, të investohesh në projekte strategjike, të ndërkombëtarizosh pozitivisht Shqipërinë dhe të ristrukturosh modelin ekonomik ndërsa lufton informalitetin e trashëguar dhe fiton edhe sfidën e tërmeteve dhe pandemisë, kërkon seriozitet. Teda Tirana sot është një pjesë e një vizioni dhe një realiteti të ri ekonomik që bazohet gjerësisht tek nevoja për prodhim eficient, forcë pune të kualifikuar dhe ekosistem konkurrues. Shqipëria nuk është më vendi që pret sklavëpronar që duan thjesht dhe vetëm të shfrytëzojnë punonjësit për 2 lekë pagë. Punojnë për jetësimin e politikave ekonomike që mundsojnë krijimin e një vlere të shtuar, uljen e importeve, më shumë vende pune të mirë paguara dhe shanse të përfitimit për të gjithë. Ndryshe nga sa ndodhte deri dje, ne sot kemi marrë një hapësirë prej 35 hektarësh, të cilën po e zhvillojmë dhe po e pajisim me çdo facilitet për të krijuar një pol të jashtëzakonshëm zhvillimi. Fal të investimi, që deri në fund të tij pritet të arrijë vlerën e gati 100 milion eurove, do të krijojmë kushtet për zhvilluar industri si ajo automotive, përmendje dhe dritani, farmaceutike, ICT, high-tech, pajisje të precisionit lartë, industri robotike, prodhime të ndryshme teknologjike e tjerë. Por llogaritet që në momentin e përfundimit Teda Tirana të gjeneroj, unë jam më optimist në parashikime rreth 7.000 vende pune, cilësore dhe me paga të larta. Teda Tirana nuk është e vetmja, e do të jetë komplementare me një tjetër park teknologjik dhe inovator që është gjithashtu në rrugën e konkretizimit, që është Durana Tech Park në Xhavzotaj. Durana nga ana e saj do jetë një pol tjetër zhvillimi, ku përmes lehtësirave dhe incentivave që do të ofrojë, mbi 50 kompani të rëndësishme vendase dhe të huaja kanë shprehur tashmë interesim konkret për të qenë pjesë. Përsëri me një zhvillues publik, si në rastin e Bashkisë Tiranë për Teda Tiranën, në rastin e Durana kemi licencuar AICN, Korporatën Shqiptare të Investimeve, një tjetër instrument të suksesshëm i qeverisë shqiptare. Në parashikimet tona Durana pritet të krijojë nga ana e saj mbi 5.000 vende tjera pune, edhe ato shumë të mirë paguara, ku vlera e përfitimit ekonomik për 20 vitet e para përllogaritet në rreth 3 miliard euro. Teda Tirana dhe Durana janë simbolet tona më përfaqësuese të modelit të ri ekonomik, por jo të vetmet. Vlen të përmendet edhe Teda Elbasan, nuk është nga ajo lista e atyre Tedave që nuk u bën kurrë, me zhvillues këtë herë privat, ku shteti është aksioner, një zonë e lirë ekonomike që është në funksion prej vetëm 4 vitesh, e bërë realitet edhe kjo nga qeverisja aktuale. Synojmë siç e shohim, siç e prekim, me vepra dhe jo me llafe, një vend me infrastrukturë moderne, me një nivel papunësie 1 shifrore, dhe do të themi me numra sa më të vegjël, me prodhim të konsoliduar, me treg pune të fuqizuar nga kurikula novatore dhe aftësimi profesional, si dhe një vend ku askush nuk mbetet pas me të ardhurat larta për të gjithë,
afër mesatares europiane me kontributet e konsoliduara për sigurimet shoqërore dhe me pensionet e denja.